Rreth 50 studentë Universitetit Fanoli në Korçë kanë përfituar nga mobilitetet jashtë vendit, duke kryer një pjesë të studimeve të tyre në universitetet europiane, me të cilët ekzistojnë bashkëpunime. Brisilda Hoxhalli është një studente e vitit të tretë në programin bachelor gjuhë angleze. Ajo bashkë me 11 studentë të tjerë ka kryer një semestër në një universitet të Bullgarisë, duke përfituar jo vetëm njohuri, por edhe miqësi të reja me bashkëmoshatarët e saj. Pata mundësinë të isha pjesë e një mobiliteti të financuar nga Bashkimi Evropian dhe këto mobilitete të Erasmus Plus më dhanë mundësinë që unë të studioja për një semestër ose për 3 muaj në qytetin Veli Kotarnovo në Bullgari. Ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe shumë frydënëse për mua, jo vetëm në aspektin akademik, por edhe në atë personal, duke qenë se unë e konsideroj si një nga kapituj më të rëndësishëm të rritjes sime. Dua të them që jetesa në një vend të huaj më bëri të jem më e pavarur, më e përgjithshme dhe më e hapur ndaj ndryshimeve të reja. Përveç studimeve, pata mundësinë edhe të udhëtoj shumë dhe të njoh më tepër kulturën, traditat vendase dhe gjithashtu më pëlqeu shumë mikpritja e ngrohtë e të gjithë vendasve atje, jo vetëm e universitetit, po edhe e studentëve. Këto lëvizje të përkohshme të studentëve në universitetet jashtë vendit sillin zgjerimin e horizontit akademik, njohjen me metodologji të reja, zhvillimin e aftësive ndërkulturore dhe gjuhësore. Universiteti i Korçës ofron mundësi mobiliteti në universitete evropiane, në Greqi, Itali, pranë vendet fqinje, po ashtu dhe në Austri, Belgjik dhe Rumani, Bullgari, pra në të gjitha pothuajse në të gjitha universitetet evropiane. Aktualisht ka mjaft thirrje për mobilitete pasi janë hapur aplikimet për semestrin e dytë të vitit akademik, ndaj dhe studentët e interesuar mund të përfitojnë një përvojë ndryshe.